Shkojmë tani me një lajm të fundit nga dosjet e bujshme të SPAK. Arrestohet i shumë kërkuari Ergys Agasi, pikërisht në qytetin e Elbasanit. Për më shumë informacione mbi këtë operacion të policisë do të lidhemi tani me gazetaren Klodiana Lala. Klodi, të përshëndes, çfarë dihet më shumë rreth këtij operacioni për kapjen dhe arrestimin e të shumë kërkuarit Ergys Agasi? Po, Daliana, përshëndetje, sikur se ju e konfirmuat pak minuta më herët, News 24 ka mësuar se është arrestuar në qytetin e Elbasanit i shumë kërkuar i drejtësisë shqiptare, shtetasi Ergys Agasi, i cili ishte shpallur në kërkim nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pasi dyshohet si kreu i një grupi të strukturuar kriminal që kishte vepruar brenda shoqërisë së informacionit ose akshit të ndryshe dhe detyronte të gjithë rivalët e tij në biznes përmes shantazhit, kërcënimit apo pengmarrjes të hiqnin dorë nga tenderat. Ergys Agasi konsiderohen ndër njerëzit më të kërkuar nga drejtësia shqiptare për faktin se është konsideruar më herët si eminenca gri e kryeministit Edi Rama përmes një interviste dhënë më herët nga ish-zëvendës kryeministi në Arabi Arben Ahmetaj, por edhe për faktin që ai konsiderohet si njeri shumë pranë kryeministit. Për këtë arsye, duke qenë se flitej që kishte lidhje shumë të forta në policinë e shtetit, të paktën në kohën kur ky institucion drejtohej nga Ilir Proda, Ergys Agasi dukej se kishte një mbrojtje dhe qëndronte në aksin Elbasan-Durrës. Por ditën e sotme arratësia e tij ka marrë fund sepse forcat Renea në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shtetit, por edhe forcat tjera të policisë së shtetit kanë arritur të arrestojnë në qytetin e Elbasanit. Rrethanat janë ende të paqarta përsa kohë që aksioni është duke vijuar dhe do të finalizohet dhe do të ketë një konfirmim zyrtar, por News 24 ka mësuar këtë detaj dhe momentin e arrestimit, jo vetëm përmes burimeve zyrtare të policisë së shtetit, por edhe përmes konfirmimit nga ana e prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duhet kemi parasysh që ndaj Ergys Agasit rëndojnë akuzat të rënda, që ato që lidhen me konkurrencën e pandeshme, heqjen e paligjshme të lirisë, grupit të strukturuar kriminal, pasimit parave të tjerë. Ndërkohë që më herët në Francë është arrestuar bashkëpunëtori i tij kryesor dhe njeriu që bashkëpunonte edhe si për drejtimin e grupit kriminal biznesmeni Ermal Beqira, që po ashtu konsiderohet një personazh i rëndësishëm i botës së krimit dhe që kishte vepruar brenda akshit dhe kompanitë e tij ishin furnizuar me tendera miliona euro brenda këtij institucioni. Duhet kemi parasysh që Ermal Beqiri u arrestua teksa pilotonte një avion të lehtë civil me një central bërthamor në shtetin e Francës dhe është duke u përpjekur të pengojë ekstradimin në drejtim të Shqipërisë. Por arrestimi i Ergys Agasit mund të konsiderohet një ndër aksionet më të rëndësishme të policisë së shtetit për momentin, sepse Klodi, sa i rëndësishëm është ky arrestim dhe çfarë mund të ndryshojë Ergys Agasi me apo pa deklaratat e tij lidhur me dosjet që emri i tij është i përfshirë? Faleminderit për pyetjen, Daliana. Së pari duhet kemi parasysh që Ergys Agasi nuk do të ketë më ndikimin ose përpjekjet për të ndikuar ndaj institucioneve të drejtësisë, sikurse është përpjekur në fakt dhe ka patur dyshime të forta për të ndërhyrë. Sepse në momentin që arrestohet, sigurisht që pushteti dhe fuqia e tij bie. Së pari, së dyti, duhet parë nëse nga ana e SPAK mund të ofrohet një marrëveshje bashkëpunimi dhe nëse ai vendos të flasë, pa diskutim që pozita jo vetëm e tij mund të lehtësohet në ndjeshëm, por nga ana tjetër mund të implikojë emra të rëndësishëm sa i përket aferës së Akshit. Duhet kemi parasysh që deri më tani ne kemi disa, pra dy persona të shpallur në kërkim që tashmë janë arrestuar, siç ishte Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri nga njëra anë, por nga ana tjetër kemi nënhetim ish drejtoreshën e Akshit dhe ish zëvendës drejtoreshën, si dhe një numër të lartë biznesmenësh. Por dosja e Akshit konsiderohet shumë e rëndësishme për mënyrën se si ka funksionuar grupi kriminal, për emrat e zyrtarëve të përfshirë në këtë dosje, të cilët janë duke u hetuar. Pra ne kemi parë vetëm një pjesë të dosjes, ndërkohë që nga ana tjetër ka të tjera detaje dhe rrethana të cilat janë në hetim dhe që mund të pasohen me arrestime të reja nga dy prokurorët e posaçëm, Bledar Maksuti dhe Altin Dumani. Duke qenë se është një çështje në vijim me sipër dhe hetimet patjetër janë absolutisht në fazë shumë intensive, arrestimi i Ergys Agasit mund të ndryshojë shumë çka në raport me ta. Megjithatë, ai do duhet të dalë për mas sigurie dhe aty do të kuptojmë më qartë sa i përket qëndrimit të tij, por gjithashtu kjo nënkupton që në momentin që Ergys Agasi i ra ndikimi dhe pushteti që kishte mbi policinë e shtetit, ai nuk ishte më i shumë kërkuar i paprekshëm, por tashmë një person pranga dhe në dispozicion të drejtësisë shqiptare. Një zhvillim shumë i rëndësishëm ky i kësaj mbrëmje. Klodit, falenderoj për të gjitha informacionet, ndoshta do duhet presim orët në vijim nëse nëpërmjet këtij operacioni policor do të ketë edhe masa të tjera apo arrestime, shoqërime. Të falenderoj shumë edhe një herë për të gjitha informacionet që përcolle.